sot është dita pra 29/5/2026 ose i 12 Zulhixhe 1448 Hijri ose dita e 3 e Bajramit. Pra edhe sot dhe nesër kemi shansa me fitu se vape. Kemi shansa me u pastrua. Kemi shansa inshallah me punë të mira edhe me e fitu për Allahut mëshirën e tij edhe inshallah me na i fal gabimet dhe me qenë xheneti. Për atë shfrytëzoni edhe këto 2 ditë, mos harroni se deri nesër i keni tekbir të shkruar. Mos e lejoni mos muni në shtëpia tona me familje komplet. Bani tekbira, bini tekbira sa më shumë. Edhe rrugës kur shkoni, edhe bini salavat mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe shkoni vizitoni ka dikon. Edhe mos të vjen, edhe mos e ke tafër. Gjeni dikon që e ka zemrën e plast. Ka njerë që vuajnë shpirtnisht, kanë hallat u mëdha. E shkoni e gëzoni për Bajram pak. Vallahi s'kini me i rapi qma. Allahu Gjeleshan më dësha për ata ka me ka se bet me shpetua në dunja dhe në ahiret. Pra mos e leoni se këto ditë malnueshme. Këto ditë ka thonë pejgamberi sëm, këtë ymet jam ka me hinë gjenet vesh kush nuk do. Qyta tono shansa me shkua dismu me vizitua. Tono shansa me shkua diku që e disa vetëm s'ka me ka me bo Bajram. Tono shansa dhe më thonë, edhe Allahu ka me shpërblyu për atë gjam. Vazën Allahu në bon në Kuran vrejti në surën Hashr, sura 59, pasi në gjuhën bosnjake kam shkruar kësa herë, 545, në gjuhën tonë pak ma shumë fletka, ku Allahu Gjeleshanu thot pra, ja alladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun. O besimtar, pra ka ajete që thot ja o njerëz, këtu Zoti hak i detyrat besimtarëve. O besimtar, friksoni Allahut dhe secili le të shikojë çfarë ka përgatitur për nesër. Pra të thot, friksojuni Allahut sepse ai e di mirë çfarë bëni. Pse për nesër? Muj deri më nosh është i ri, sa ka 300 rroj jetë të ri. Sa ka që menoj dhe ha komplitu as nesër se prit. Pra Allahu bën vërejtje ki kujdes çka ke përgatit për nesër që duhet të dalë para Allahu Gjeleshan. A ka më katastrofë se kur e sheh njeriu krejt jetën e ka parë në autoban gabushën. Ka hi krejt në autoban gabushën. S'ka ma këthim. Nuk ka ma këthim, nuk thet ma. Për ata livet mu bushmend, mu mënua maksimalisht edhe me lysë Zotit në adimo, se nuk o lijet, u e di se nuk o lijet tash me bajt islamin ashtar ko e shtirë. Por me ditë Allahu të monet vlasën. Për ata, Allahu inshallah në adimon. Ibn Berhani duke folur thot për devoshmëri ka thonë, robi Allahut nuk do të jetë prej të devoshme, derisa ti llogaris veprat e tij me ashpër pra. Se sa 2 tregtarë që llogarisin njëri tjetrin pas përfundimit të punës. S'ka me ashtu vetëm jo ata, po bashkë të vetja me kënë shumë strokë që i thonë ta me kënë shumë i ashpër. Ja, ty lypet këta. Ja, po shkoj ka herë, ty lypet në shkoj da hen jam gjami me shkoj hin javë me shkoj me falë namaz në gjami e gjemon. Ty lypet da hera 2-3 herë në muaj me shirua. Ty lypet dhe më thonë me vetë me luftua. E jo me këshu tjetër ko e harrojnë vetin, e kem gabimet sa të doni. Si që dini ritualit e haqit, të prerës kurbanit, pra janë thillë me Ibrahimin al-Islam. Dhe Ebu Dherri i ka në sufufet e Ibrahimit al-Islam, thot, ishin shpadhur Ibrahimit edhe këto gjana. Një thanje, njeriu i mençur do të kërkoj 3 gjëra, thot. Punë për jetë në këtë botë, punë për përgatitën në botën tjetër, dhe kënaqësinë e atë që nuk është ndaluar. Pra me punua për këtë botë, po edhe atje thot në Kur'an aty, Rabbena atina fid dunya hasane, o Zot me net mirat këtë botë. Por me njëherë masa thajbin, edhe me net mirat e ahiretit. Por edhe me jetu mirë, por që ka dhe jume, jo me harami. Jo si do me thonë me i bojnë qepet e veta në njërë të harami. Këto 3 gjëra pra, si pas ti tashmetimi ishin shpadhur para arsit ton Ibrahimit al-Islam, e janë telbi jetës së besimtarit në këtë botë. Islami nuk e ndalon përpjekjen se besimtarit të siguroj vetës një jetë të denjë dhe të rrahshme në këtë botë, nëse këtë e bën në mënyrë të lejuar dhe të ndershme. Njëkohësisht, ai do të përzihet për jetën e përjetshme, duke besuar se duke shpërzuar energji, pra që ja ka dhënë Allahu xhaleshanu xhelaluhu. Vazën ruajtja e fesë islame,
fesë fisnike të muslimanëve nuk është detyrë vetëm e individit. Ajo jeton në frymën kolektive të vlerave dëshmërisë, moralit, devotshmërisë dhe mirësisë pjesëtarëve të saj. Prandaj edhe namazi, edhe azhrimi, edhe zakati, edhe haxhi duhet t'i ruajnë dhe t'i trashëgojnë së bashku, sepse Allahu kështu e ka ngarkuar si bashkësinë ashtu edhe individin. Ashtu si Bajrami është festë dhe gëzim për gjithë muslimanët. Kështu kjo festë merr vlerën e saj për atë pilot, me zjarret njëri tjetrit, me ndihma njëri tjetrit, me afal njëri tjetrit e tjera. Vllazër të dashur, një fillim i ri mund të nis nga një fjalë e mirë, që ja drejtojnë njëri tjetrit, sepse me fjalën behu, kun, fejekun dhe ajo u bë. U krijua bota. Nga fjala e mirë mund të nisë edhe përparimi ynë njerëzor dhe fetar. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë në praktikë veç, fjala e mirë është sadaka. Fjala e mirë me dhon dikujt një fjalë mirë është sadaka. Duhet hyrë në gëzimin e Bajramit duke sjellë kurban për kënaqësinë e Allahut dhe duke ndihmuar të tjerët, le ta kemi parasysh. Gënjeshtra kur nuk guxon të zërë vendin e së vërtetës të besimtarit. Sa do të drejtësisë ti duket, padrejtësia nuk guxon të vendosën duart e besimtarit në vend të drejtësisë. Besimtarët që thënë kurban duhet të jetë të gatshëm të sakrifojnë krenarinë e tyre, egoizmin dhe mendimallësinë e rreme që largon nga njëri tjetri. Sakrifica është lirim nga barra e mëkateve dhe sjelljes së keqe. I lutem Allahut të madhëruar që të pranoj haxhin haxhilerëve. Inshallah tu afal mëkatet dhe të mundsoj të kthehen shëndoshë mirë të shtëpitë e tyre. I lutem Allahu xhaleshanu që të pranoj kurbanet tona, ibadetet tona dhe veprat tona të mira dhe të na falë mëkatet. Në rast se kom lexuar në një gjuhë arabe tekst do ta thotë një alim një dietar është mundë du të me vdek, nanën e ka zgjat, bus nanë tash, por sigurisht ai ka pas kujdes nanën mirë dhe nana qan e sheh thot nanën ka qan. E i thot ja o nani thot. Nëse unë do të japi llogari te ti. Para ti, çka do të kishe bërë për mua? Çka kishe thënë? Sigurisht pra thaç, ajo sjell mirë me nanën dhe e ka mbitu, ajo e tha do ta kisha mëshiruar. Kalet erhamuk, u kisha mëshiruar ty se ti e ke njëri mirë. Fa kale Allahu arhamun bi mink, o nani tha. Allahu është më i mëshirshëm ndaj meje se sa dhe ti. Allahu ka mbi fal mua. Por ka punuar ai sigurisht se besoni nëse kemi provuar, po kjo ka raste me pa ka ndrojnë jetë njerëzit, ka ndrojnë jetë lehtë, ka ndrojnë jetë vështirë. Ai cili o pregadit për atë moment, ja lecon Zoti hak. E ka lënë pa vështirësina, me bek lypet çdo kush. Kur ka ndrojnë pejgamber. Por ai cili sa pregadit, s'ka punuar kurrë, nuk ka zgjon konto të ahiretit. Besoni që është shumë zor. Allahu t'i bëjmë lutjet na ndihmoj neve këtë ummetit të bashkohemi, të jemi unik, na ndihmoj t'i kthemi islamit me zemër dhe shpirt, ashtu si lypet dhe na i fali gabimet tona, dalim për ati faqe bardh. Amin ya rabbal alamin.